podcast u mundësua nga Trimet, lider në industrinë farmaceutike. Përshëndetje, kam nderin dhe privilegjin të kem një nga ginekologët më të mirë të Republikës së Shqipërisë, profesor doktor Rustem Selami, një mik i vjetër i timit dhe sigurisht do me thënë një nga personat që njoh që e bën me përkushtim profesionin e mjekut, jo vetëm me përkushtim të madh, por dhe gjithashtu një formim të mrekullueshëm në Kanada, duke sjellë eksperiencën e tij në Republikën e Shqipërisë dhe duke punuar një nga spitalet tona shtetërore themi më të mira, në Spitalin Ginekologjik Koço Glozheni. Profesor Rustemi, faleminderit për ardhjen tuaj këtu në këtë podcast dhe duke ndarë me neve domethënë gjithë informacionet ku ndërlidhe me profesionin tuaj si ginekolog, gjithashtu në bashkëpunim në disa raste pse jo dhe me kirurgjin plastike ku neve mund të kombinojmë bashkë. Për atë faleminderit që keni ardhur këtu. Profesor Papa, faleminderit për ftesën, ju përgëzoj për iniciativa të tilla si gjithmonë keni qenë avangard të këtyre gjërave. Po, është e rëndësishme që sidomos dhe tani që jemi edhe në prag të verës, pra jemi në një fazë që shumë pacientë, sidomos femra, bëhen gati për plazhe, për udhëtime etj. Kështu që besoj se kemi tematika mjaftueshëm të nevojshme për informacion për publikun dhe jo vetëm. Faleminderit. Sigurisht besoj se ginekologu është një profesion i cili është në kontakt të vazhdueshëm me gjën më të bukur që na ka dhuron jeta. Dhe ajo është femra dhe fëmia që lind nga femra, të gjithë kemi lindur nga një mama dhe raporti me maman ton, po gjithashtu dhe raporti me eksperiencën që duhet të ketë një profesionist ginekolog është shumë i rëndësishëm, sepse me duart e tij të arta sigurisht arrin të kuptojë dhe të evitojë çdo lloj problematike, po dhe të japi jetën. Për atë besoj se është një nga specializimet më të bukura, sigurisht me risk me thënien tonë, sepse duhet të jesh i aftë që të menaxhosh situata të vështira, por ajo bukuria që juve shikoni në sytë e asaj mamai që sapo lind fëmijën, po sigurisht dhe te sytë e prindërve apo te familjarëve nuk ka të paguar, do thoja. Pra është një nga gjërat më të bukura që mundet të këshilloja dhe të thoja domethënë tonë që vlen. Profesioni i obstetrit ginekologut fatikisht është një profesion me vërtet ndër më të bukura dhe edhe nëse të rikthehesha përsëri nuk do ta ndryshoja, paçka që është një profesion me goxha sfida, me goxha angazhime dhe që duhet të jesh gjithmonë, pra si thua, i përdicuar dhe të përshtatesh në kushte të ndryshme që të japësh më të mirën për një shëndet sa më të mirë të nënës dhe fëmijës. Është një profesion që ke një lidhje të veçantë edhe në termat si një mjek specialist, por për hir vërtetës mjeku obstetër ginekolog los dhe një rol pra si thua edhe të mjekut referues, pra mjekut që pacienti ban gjithmonë pra si thua kontakt dhe ka si thua vizita, kontrole, rikontrolle të përhershme. Nuk është si puna e një kirurgu apo një neurokirurgu që mbaron një procedurë dhe mundet që të mos kesh nevojë më për një moment të dytë ose mund të jetë largët. Kështu që sidomos procesi i lindjes apo kur bëhet me fëmijë dhe kur fëmia lind mirë, pra të gjithë ajo e qarë e bebit është një e qarë e bekuar që për vërtet është një gëzim, është një relaks për stafin dhe për nënën, që do thotë që zhania vajti mbar, lindja vajti mbar dhe në fund fare kurorëzohet me frutin dhe kjo është gjëja më e mrekullueshme mundshme. Sigurisht, pastaj kanë ato momente ku mund të ndërthuren dy specializimet, sepse koincidon mbase ju keni duart të arta, por në Itali për shembull ndonjëherë neve na thrisin si kirurg plastik kur ndodhte një lindje cesariane, shpeshherë domethënë në bashkëpunim me ginekologët në Itali ne na thrisnin për të bërë atë qepjen, pavarësisht që ginekologët janë artistë tani dhe sigurisht dinë të bëjnë dhe arrin të bëjnë qepje shumë spektakolare se kanë parë me sytë e mi, për sa i përket për të patur një cicatrice të themi të mirëfillt. Dhe këtu lidhen ose një fillim domethënë këto midis kirurgjisë plastike mund themi dhe ginekologjisë. Një element tjetër që dy specializimet tona me thënë edhe koincidojnë që mund të lidhen janë kur pacientët kanë problematika të ndryshme që mund të kenë një çrregullim hormonal
hormonal ose mund të kenë qist ose mikroqiste nervozore që në dinin time vuan një mesatare, sigurisht ju do na më thoni këtë gjë rreth 15-20% të pacientëve femra. Dhe në atë lloj rasti neve kur bëjmë ato trajtime të themi të cilat janë më shumë estetike do thoja, por njëkohësisht estetike mjekësore, si mund të jetë pjesa më e thjeshtë që mund të jetë ai epilimi me lazer, ku pacientja mund të ketë ato problematika si mund të jenë qime ose një hirsutizëm në zonën e fytyrës. Në atë lloj rasti dermatologu ose kirurgu plastik delegon të themi te ginekologu për të arritur të kuptojmë më mirë domethënë për të ndihmuar pacienten kush mund të jenë problematikat në ana hormonale domethënë dhe nga ana e pjesës të vezore me mikro ose poliqistike. Ekzistojnë këto lloj problematika së cilat bashkëpunimi shumë i rëndësishëm gjithmonë për mirën e pacientit. Është më së vërtetë që pra profesioni i ginekologjisë ose ginekologjisë ka një lidhje por të mos thënë direkte me kirurgjinë estetike, rekonstruktive etj. Ne kemi edhe procesi i linjës vetvete, linjës natyrale mund të ofrojë pra si thosh momente që të pacientja në rrugët e linjës mund të pësojë laceracione, si themi ne grisje, qarje, pra dëmtime, po e themi në gjuhën më të përgjithshme, dhe këto ndoshta kanë nevojë që të rikorrigjohen dhe të si thua ristrukturohen në mënyrë që të kthehen pra si thua në normalitetin më të mirë të mundshëm. Njëjta gjë është sikur se thatë edhe me soturën e thjeshtë që ne bëjmë ato qepjet e stresave, dhe kur vim tek stresa e lëkurës mundohemi që patikisht sot është bërë në modë që në Shqipëri dhe jo vetëm, një nga mënyrat është ajo me atë fijen e holl që është absorbueshme dhe që nuk duket asgjë të themi, nuk duket dhe është diçka, po edhe nëse duket një cicatrice minimale, sepse ajo është varet edhe nga indi i individit, pra është një cicatrice që ka duruar jetë, kështu që është një cicatrice e bukur. Jo, na keni hequr punë në sensin e mirë, sepse realisht kam parë qepje nga ana juaj dhe sigurisht të kolegëve tuaj më thënë që janë perfekte ndonjëherë të bëjnë të jesh xheloz domethënë për mënyrën si keni arritur domethënë edhe keni perfeksionuar këto teknika. Një nga elementet e tjera që do thoja që lidhen pak ana ginekologjike sigurisht duke lëviz nga ajo gjëja më e bukur që është lindja e fëmijës, po edhe që mund të lërë problematika të ndryshme ndër vite, domethënë, është fakti që shumë pacient mund të kenë atë që quhet prolaps i mitrës ose një rënje të mureve të themi që ndodh gjatë viteve, sigurisht do na i thoni juve, ku mund të ndërthuren domethënë në një mënyrë dhe kirurgu plastik me teknologjitë të cilat mund të kemi neve në përduar tona, të cilat mund të jenë teknologjitë lazer, ato që quhen CO2, erbium apo dhe RF, teknologjitë më të avancuara, të cilat kanë teknologjinë e integruar të inteligjencës artificiale ku arrin të masin atë themi trashësinë dhe energjinë që duhet të përcaktohet gjatë një rigjenerimi. Këtu futet pak pjesa e dermatologëve dhe kirurg plastik, po sigurisht me thënë këto në bashkëpunim me ginekologun, sepse këto janë duhet të jenë në bashkëpunim, nuk mund të jenë vetëm. Po është vërtet që procesi i lindjes jep dhe këto pra si thua prolapsat apo këto pra prolabimet e rrugëve të lindjes, duke përfshirë muajin anterior, pra muajin e përparme dhe muajin e pasur, por duke pasur ndoshta edhe një rënje të vet mitrës. Gjithsesi flasim për rastet që janë si thua gradë e parë ose fillimi i problematikës të tillë. Sidomos që fillon pak dhe me inkontinencë, me problemet me urinimin, fatikisht kirurgjia plastike los një rol shumë të kirurgjia plastike ose do thoja shërbimi i mjekësor i kirurgjisë jo vetëm kirurgjisë, sepse sikur se mjekësia estetike mjekësia estetike do të thoja më mirë sa kirurgjisë, por mjekësia estetike los një rol jashtëzakonisht të madh. Sepse sikur se thatë gjërat kanë ndryshuar përveç se ne me anë të bisturisë apo me anë të mënyrës klasike që bëjmë atë ngritjen pra fkrimin e një lembo dhe ngritjen e mureve, sot në gradet e para fatikisht nuk është kirurgjia primare dhe janë sikur që tha që është lazeri apo që është radiofrekuenca që është në përdorim që për vërtetës në Shqipëri ka pak përdorim në krahasim me që mund të ketë në vendet e tjera, po dhe këtu ka një trendi dhe për vërtetës kjo duhet diskutuar me mjekët që janë specialistë të mjekësisë estetike. Shqipëria është me fat që ka një mjek si puna juaj që keni mbaruar disa specialitete, pra keni mbaruar në Itali mjekësinë, keni mbaruar specializimin për kirurgji estetike edhe pra rekonstruktuese, sikurse keni edhe dermatologjinë. Pra do të thotë një person me njohuri të tilla, sepse sot është bërë problem pra të gjithë është bërë pak komercializim të thoja, ka shumë studio apo klinika që janë futur në atë tregun e komercializimit
dhe nuk bën një analizë të mirë të situatës, të gjendjes, sepse duhet ditur, pra, sikurse e thatë, duhet bërë ca vlerësime adekuate në mënyrë që edhe përdorimi i lazit dhe përdorimi i radiofrekuencës në këto raste të jetë në si thuaç në brenda protokollit dhe të jetë në standardet e duhura dhe të mos jetë, sepse dhe ato kanë komplikacione, sikurse i dini, kanë dhe komplikacione dhe pastaj dhe fatikisht to janë procedura që kërkojnë dhe konsent, sepse janë procedura që kërkojnë miratimin e pacientit, kërkojnë që pacienti vendosin pasi të jetë informuar për pozitivitetin apo për efektet anësore, por duhet bërë nga specialistë të fushës dhe i më mirë se sa ju besoj që ginekologët në Shqipëri po tentojnë, por nuk është as shumë si thua rutine, është më shumë një pjesë që po e bëjnë jo vetëm profesionistë si puna jote, por që do të duhet ndoshta një rregullim që pacientët kërkojnë të ketë një bashkëpunim, do thoja me thënë tonë, sepse më ka ndodhur më ka ndodhur me thënë që pacientët ndryshëm mbasi marrin informacion më të detajuar dhe sigurisht kur ka marrë informacion e duhur, kërkojnë në bashkëpunim gjithmonë me ginekologët. Është një deg, është një gjë që mund të bëhet në bashkëpunim dhe në disa raste sigurisht do të bëhet në bashkëpunim, sepse ndonjëherë pa patur të dhënat eksakte nga ginekologu, para se të vesh të bësh një ndërhyrje të tillë, mund të pacientja të vuajë ose të ketë një problematik që duhet të jetë në dijen e mjeku. Dhe ajo që kemi vënë në periudhën e fundit është që bëjnë këtë lloj trajtime, domethënë ndonjëherë pa marrë domethënë kartelën klinike të pacientit dhe çfarë vuan, sepse mund të ketë ndonjë problematik madhore që nëse ti vendos makinerinë e gabuar, mundesh të shkaktosh dëme më të mëdha. Njëna gjërat që do dëshiroja të prekja, domethënë gjithmonë lidhur me pjesën e ginekologjisë dhe kirurgjisë plastike, është pjesa të themi me estetike ose pjesa domethënë me kalimin e viteve mund të ndodhin patologji të ndryshme që lidhen qoftë me anën hormonale, qoftë me anën e problematikave të themi midis çifteve dhe ajo që po kërkojmë apo që shikojmë në këtë periudhë e fundit është përveç pjesës domethënë të radiofrekuencave qoftë intravagjinale qoftë në pjesën ekstravaginale, shikojmë trajtime të cilat mund të kenë bëjnë me acidet hialuronik ose shpeshherë domethënë me mezoterapit. Pra kemi një deg të re mund të themi në formë bashkëpunimi që shikojmë dhe në kongrese ndërkombëtare ku ginekologët bashkëpunojnë me kirurg plastik ose dermatologët për sa i përket pjesës të themi me estetike të themi të gjenitaleve të jashtme, ku si dim neve me kalimin e viteve dhe në moment që fillon bie dhe ana hormonale, kemi një rënje të mukozës dhe kjo gjë do me thënë fakti që ekzistojnë këto terapitë inovative të themi të vitaminave, të acideve hialuronike, sigurisht në duart eksperte, jo në duart të eksperte, kanë ndihmuar dhe në pjesën do me thënë me estetike të gjenitaleve të jashtme të një pacient e femër. Besoj se ju e shikoni çdo ditë, po dhe neve. Po, sigurisht se thatë një bashkëpunim është jashtëzakonisht e nevojshme dhe ju jeni ndër pak të fatikisht që e bëni këtë, përveç se sigurisht nëse do rikthehem pyetjes më parashme që thatë në rastin e një ovari mikrokistik polikistik, atëherë normalisht ne marrim pra si thosh referencë nga dermatolog, por për vërtetës ju jeni një ndër pakët që kur futet aspekti ginekologjik do doni të merrni një mendim profesioniste përpara se të kalonit në trajtim. Dhe është shumë e rëndësishme për të kuptuar biologjinë dhe fiziologjinë e pacientit. Nëse ne nuk kuptojmë pra, si thuash, biologjinë dhe fiziologjinë pra pacientit, normalisht nuk mund të jemi, si thuash, të qartë se çfarë po bëjmë apo çfarë rezultati presim, se kjo është e gjitha, çfarë fiton pacienti, kjo është e gjitha. Dhe është vërtet që me kalimin e moshës 35-40 po vjen më vonë mas 40-ave fillon, sidomos mas 40 fillon një rënje, një ndryshim hormonal dhe fillon edhe një ndryshim edhe në mukozën vaginale apo në mukozën e organeve gjenitale, pra që do thoja, dhe kjo ndikon në ato që quhet atrofi. Pra dhe patjetër që sikur se e thatë me preparatet e fundit i japin një lloj pra zgjidhje të shumë probleme, simptomave, për hiç vërtetës është fatkeqësi, që të jemi në 2026, që akoma pacientja vetëm se ka këtë irritimin e jashtëm pra të kësaj atrofie, pra të kësaj tharje të mukozës, të dëmtimit të mukozës, merr antibiotike pa limit në farmaci apo ndoshta edhe nga kolegë tanë dhe nuk nxiton për ta vlerësuar, për ta vizituar fizikisht, për të bërë një vlerësim të plot klinik, për të bërë edhe një kulturë apo një analizë tjetër hormonal, pra për ta investiguar situatën, përpara se sa të hidhet tek trajtimi. Dhe shoh shpesh raste që ishte një pacient fatikisht shumë larg që kishte marrë pothuajse gjithë gamën e antibiotikëve
Dhe normalisht kishte krijuar rezistencë dhe po habitesha sepse duke pyetur, duke marrë anamnezën që ne nuk duhet ta shkëpusim, pra anamneza është një lloj hetimi, një hetim që ne na çon tek diagnoza dhe nëse ne nuk e marrim mirë këtë anamnezë, nëse ne nuk e investigojmë, nuk e bëjmë punën si duhet pra sipas hapave, normalisht do humbasim atë diagnozën finale. Dhe thjesht në informacion që merr nga pacienti, pra dhe nga ekzaminimet dhe pastaj më tej nga të tjerat, merr si thosh panoramën e plot të gjithë patologjisë dhe nuk ke nevojë që ti të vraposh tek me antibiotiku më i fortë, më i shtrenjtë, përderisa sepse ai është një element që më shumë bën dëm se sa përmirëson situatën, sepse ai është diçka që ndihmohet me preparatat që ju i përmendëm me acidin hialurinik apo me preparate të tjera. Një tematik tjetër dhe që do dëshiroja të prekim së bashku është fakti që bashkëpunimi midis kirurg plastik, dermatologut dhe ginekologut lidhet shpeshherë në atë që shikojmë dhe besoj se ju keni hasur disa raste të atyre që quhen luthat ose infeksionet virale, të cilat janë ose futen atë kategorinë e infeksione virale, të cilat sigurisht ginekologu shqiptari duke bërë një pap test dhe në mënyrë të rregullt duhet të bëhet pap testi për të parë nëse kemi një infeksion intravaginal, por në ana tjetër lidhet dhe me ato infeksione të cilat janë të dukshme të organeve gjinitale, qoftë maskullore, qoftë femërore, edhe ai efekti ping-pong, do me thënë, shpeshherë neve kur trajtojmë, po flas hasi më shumë rastet e pacientë meshkuj, pra trajtojmë më shumë pacient meshkuj në këtë flasi si dermatologji, kirurgji plastike, dhe çik më pak pacientë femra sepse ato gjë e parë që bëjnë sigurisht do vjen te ginekologu dhe në moment që ne mund kemi zgjidhur problemin nga një anë dhe ginekologu nga ana tjetër, ose ndonjëherë nuk ekziston ky bashkëpunimi, ajo që shikojmë atë efektin ping-pong, pra neve mund të zgjidhim problemin e njërit ose të tjetrit, por në mënyrë domethënë ping-pong rikthehet patologjia dhe ka shumë kërkesa, njerëzit mendojnë se kanë si tabu këtë gjë, kur shikojnë ato pjesën e luthave dhe mendojnë që bobo ç'a më ndodhi domethënë, dhe gjë e parë që i them pacientëve është kur vizitojmë, me thënë qoftë njëri qoftë tjetri, kërkoni të vizitoni që të dy domethënë që të zgjidhet problemi në çift, që në këtë lloj mënyre mos keni asnjë probleme. Dhe është shumë e rëndësishme dhe këtu do dëshiroja domethënë ta theksoja këtë gjë sepse njerëzit kur marrin telefon e kanë si problematik këtë gjë, po futet në patologjitë të cilat ne shikojmë çdo ditë, me thënë nuk është është më së saktë edhe kjo është sikurse e thatë që është një pra si thua bëhet një lloj ping-pongu ndërmjet profesionistëve të ndryshëm dhe pacientit, por në parë është informimi. Ka pacientë që kanë ardhur, domethënë të situash të shqetësuar sikur ata po thuajse kanë ato orën e fundit të jetës së tyre sepse ka dalë një lyth gjenitale apo një kondiloma akrimata apo që janë pra si thuash janë pjesë nga virusi herpes, pra si thuash nga virusi human papillomavirus dhe që disa nëntipa pra japin edhe këto lytha. Dhe ato janë shumë nëntipe, normalisht sikurse duhet që në moshën seksualisht aktive, por këto nganjëherë nuk është të thënë që të ishte seksualisht aktive se mund të merren ndoshta edhe nga palestrat, nga ambientet dhe kjo është më e rëndësishme dhe informacioni sepse pacienti thotë prit sekondë se unë nuk kam, pra ta përjashton problemin e pra si thuash ndryshimit partner të shumë dhe tjerë dhe ti duhet të jesh shumë i kujdesshëm në informacionin që si thuash i jep pacientit, sepse normalisht pacienti futet në Google dhe lexon gjëra nga më ndryshme dhe është shqetësuar që mund të ketë kancer të qafës fëmijës, që mund të jep atë mangjiti i partnerit e tjerë, pra duhet të jemi shumë kujdesshëm. Trajtimi, konsultimi dhe trajtimi në çift është jashtëzakonisht i nevojshëm, përveç se një informacion adekuat. Pra në respekt të kësaj u them qetëso, pastaj mundohem që t'ia shpjegoj me fjalë, t'ia shpjegoj edhe në ekran që të kuptoj që kjo nuk është një patologji pra si thuash jetë krasnuese, është një patologji që ne duhet ta vlerësojmë, është një patologji që trajtohet, është një patologji që rikthehet, mund të rikthehet, pra shumë ti e dini, ju e di shumë se ju keni edhe trajtime dhe edukim në Londër, në Angli, dhe kështu që e dini mirë që edhe kur del ai NHS-i që t'jep atë përgjigjen e testin, ai të thotë ose përgjigjen e pra e HPV-s, sepse duhet bërë ndoshta edhe në tipizimi për të kuptuar kush nën tipe janë si thua prezente, por e thotë shumë qartë dhe ka fatikisht është ndoshta një nga informacion më të mira që jep në gjithë këto sisteme që kanë parë deri sot, që e thotë që ky virus mund të zhduket, mund të rishfaqet, mund të rikthehet, pra ka një informacion ke të dhëna, pra ke interpretimi i dhënave të nëntipeve, ka informacion jashtëzakonshëm që pacienti në fund të fundit mund të marrë pra një të dhënë e bazuar në evidencë, pra. Dhe në terma të
të kësaj, ato normalisht ato mund trajtohen shumë mirë me disa metoda, nuk duhet nxitomi, sepse nxitimi mund të jetë një problematik, sepse pacienti mund të zgjidhë ndoshta mënyrën më të shpejtë apo më, si thua, më të lirë, por kjo i kushton sepse duke bërë procedurat e vjetra që janë kyretimi etj që përdorimi i metodave të vjetra mund të lënë shenja, mund të lënë pra si thua cikatrice, mund të lënë shenja dhe normalisht sot duhet një konsulte mirëfillte edhe me kirurgun, me mjekun estetist, mënyrë që të merret trajtimi i duhur dhe të përdoren metodat e duhura për këtë trajtim. Gjithsesi pacienti duhet thënë që duhet të jemi të qartë që këto mund të rikthehen. Janë gjëra që pse pacienti thotë unë trajtova tani dhe pretendon sikur si puna e asaj që ka zënë gripi një sezon dhe ti mendon që të rritën tani u mjekove dhe nuk zë, pra është diçka që edhe mund të rikthehet. Shpresojmë që kjo rikthim të jetë sa më i largët, duke ndjekur këto këshillat edhe mjekimet e duhura, por kjo nuk do të thotë që nuk rikthehet. Po nuk ka asgjë për të shqetësuar, për të alarmuar, sepse një bashkëpunim i mirë, pra ose pacienti kur informohet dhe një bashkëpunim i mirë ndërmjet mjekut estetikist dhe mjeku ginekolog, patjetër që jep një rezultat afatgjatë të kënaqshme. Profesor Rustemi, unë do dëshiroja t'ju falenderoja për gjithë këto këshilla mjekësore për të mirën e komunitetit, për të mirën e pacientëve dhe kulturën tuaj që keni sjell nga Kanadaja për të dhënë maksimumin për pacientin tuaj. Dhe një falënderim të veçantë do dëshiroja të falenderoja dhe sponsorin ton, Trimedin, i cili na mundson këtë lloj emisioni për të dhënë maksimumin dhe për të dhënë këto informacione mjekësore, i cili është lider në farmacinë, në industrinë farmaceutike. Për atë ju falenderoj profesor për çdo lloj informacioni dhe ky bashkëpunim i di specialistëve të ndryshëm shumë i rëndësishëm, sepse në fund fare objektivi është që neve jemi betuar kur bëmë atë fakultetin e mjekësisë për të dhënë të mirën te pacienti jon, dhe nuk ka pas gjë më të bukur dhe nuk ka gjë më të bukur që ne çdo ditë kujtohemi për të dhënë maksimumin te pacienti. Nëse do bësh punë të mirë, gjithmonë domethënë tonë njerëzit do të lavdërojnë me kohë, nuk nevojitet domethënë këton ti të puna e mirë do ta gjej anë, do ta gjej atë. Dhe ju jeni një nga ata profesionistët të ginekologjisë të cilët ju përgëzoj se realisht domethënë tonë ti kam informacione dhe nga pacientët të cilët e bënin me përkushtim këtë gjë. Ju falenderoj për... Falenderoj profesor Papa, është vërtet që puna duhet bërë me pasion dhe duhet bërë me përkushtim, pra dhe me vëmendje të duhur që t'i kushtohet në mënyrë që pacientët dalin i informuar ose dalin si thosh i zgjidhur me problematikat që paraqet dhe të dalin me si thosh i kënaqur. Faleminderit për këtë, pra si thua cikël apo si ta quaja pra këtë iniciativë dhe të përgëzoj dhe shpresoj që shumë për profesionistë tjerë pra të kenë mundësi të japin informacione sa më shumë për pacientin dhe për si thua për profesionistët e mjekësisë. Faleminderit shumë.